Përshëndetje të gjithëve, sot do bëjmë makinë veçantë. Kena bën fakt gjeneratat e tjera të kësaj. Kemi SL400, gjeneratën R231, kështu s'kena bë akoma, kena bë 230-ën, kena bë edhe 129-ën, po 231 akoma. Shumë e bukur, në ngjyrën e bardhë perl. SL është hardtop cabrio, po me pjesë metalike lart. Do të thonë që këtë 230-a e kanë bërë pjesë metalike. Tash që kjo e fundit janë kthy prapë me copë. Kjo është 400, dise 19. Këto kanë 333 kuaj edhe 480 Nm tork, versioni pre-facelift, janë me 7 marshe, 7G, te facelift janë bërë 9G, po shumë dizajn i bukur është. Për herë SL ka qenë e bukur edhe ka qenë top of the line, benci më i shtrenjtë ka qenë nga modelet. Zakonisht në Amerikë këto i blenë to pleqt me lek, të stemën e pasë që i kështremt kjo. S'do tjetë ashtu. E bukur është, si edhe kjo gjenerata SL-s, tash është me preferenca, disa pëlqen R230-ën më shumë, disa këte më shumë R129-ën akoma, ka dhe të pjesë këtu. Edhe lartë të kofan. Makinë e shkurtër, për kofanën e ka të gjatë. Se kështu si wheelbase nga goma në gomë nuk është e gjatë shumë, për kofanën e ka të gjatë. Ta shojmë edhe motorin. Ky është 3000 V6. Ky ka stok 333 kuaj fuqi edhe 480 Nm tork. Motori mirë është përdoret e versionet 43 AMG, te këto 450, në shumë modele është përdor. Që nga C-klasi deri te GLS-ja është përdor si motor. Motori mirë është përgjithsisht, pastaj kanë zvencuar me këtë në linjë, po këtu është tamam V6. Kësaj është bërë dhe i stage, kështu që do ketë afër 400 tash kuajt e fuqisë, dhe në rrit, edhe tork dhe në rrit 100 Newton, dhe e shohim edhe në ecje. Por qenë kënë motorat Ford janë, ka qenë entry level, ka qenë fillestari, pastaj ka pas 500 me 4.7, edhe 63 me 5.500, me 157. 63 është bish fare, pastaj ka pas edhe 65 me V12 biturbo, pa janë shumë të rallë edhe në akoma shumë të srenjë 65. Ta shohim edhe interiorin, kjo është me Keyless Go për ta myllë dhe gishtin këtu te kjo edhe myllët, për ta vetëm vetë dorën mrapa dhe hapet. Tapicerinë e ka të bukur, ka këtë kafe në errët me këtë bezhën të poshtë. Normalisht sedilja elektrike lëviz edhe baza, si S-ja, si C-klasi. Lëviz edhe baza në vetë edhe këtë sedilje. Bokset Harman Kardon, normal me memoria. Tu lëviz edhe sediljen e pasagjerit, si ke C-klasat. Kjo është edhe me air scarf, që nxjerr ajër të ngrohtë këtu poshtë, kur e ke kabrio edhe është pak ftohtë. Ulesh goxha poshtë, kur hyp, i çik poshtë. Tashi, kjo ka 40.000 milje, s'ka shumë milje. Timoni është si E-klasi, si 212, po është kafi bukur edhe këto pjesët i ka me qepje këtu. Është me qepje komplet, edhe lartë me qepje, ka qenë opsionale këto. Kjo e ka ca opsione, ka dhe këtë orën analoge këtu në mes, shumë bukur. Këtu të marrë që e ka SL, të amortizatorët Sport Comfort, Auto Stop Starti. Këtu kontrollon kabrion që ta ulesh ta ngresh. Këtu kontrollon këtë komand sistemin e bencit, sediljet me ngroje, me ftoje, kjo për t'ul to kokat. Kjo është air scarfi, që të nxjerr ajër ngrohtë të qafa. Këto air ventat që i ka si 123-shat edhe SL-t e vjetra, i rrotulloj myll, e hap, shumë e lezetshme, edhe gjosi retro e bukur. Është edhe lart tavan xhami panoramike. Ka këto SL-t zakonisht s'para kanë hapësirë, kjo ka krahasuar me këto SL-t pak më mirë se këto tjerat, se këtu maj men këtë 129 që kanë bë, shumë ngushtë, kur e shtyshe për mrapa tikët e para se s'ka hapësirë, po kjo është pak më e mirë, ka më shumë vend se ajo, e rehatshme është, edhe sediljet janë goxha të rehatshme, edhe suportive, kanë të bolster suportive, normal edhe këtu ka këtë air scarfin, është me start stop normal, plus minusat në timon, shumë kabine mirë, dhe shohim nejtë se si do jetë, po me kaq sa shoh, goxha e mirë. Është të klimës normal i ka modeli vjetër si C-klas, s'janë lodh shumë aty, po mirë është, prapë mirë. Këto dizajnin e ka të bardhë, dizajnin e kilometrazhit dhe xhirave, shumë i bukur është, pak më ndryshe se tjerat, i lezetshëm. Dhe e krahasoj edhe me Jaguarin F-Type që kam bë. Ai ka qenë 3000 supercharge, kjo është me turbo. Atë ka si rival kjo. Po edhe herë është se kuptoj akoma pse nuk blien aq shumë makina cabrio në Shqipëri, ne kena diell gati gjithë vitin, edhe e çuditshme që morin vetëm makina luksi, jo cabrio që mund ta shihesh tamam. Tash kështu kur nisesh, kjo e qetë është,
Kena dhe marmitat që janë sportive, dhe hapim pastaj ato se i ka me buton. Është me sedilje aktive që i ka të suporto në përkthesa, ta fryn krahun që je të morë kthesën krahun e kundërt që të majë në vend, edhe me masazh. Domethënë është fully loaded, pak gjona i mungen, shumë pak. 400 me Bang & Olufsen s'pas ma mija se ka, shumë opcion i rrallë me i pas ato bokset Bang & Olufsen, kjo i ka Harman Kardon. Kjo është me 7 gën, ka me mirë, shumë ka me fort. Te facelifti pastaj kanë gjerë me 9 gën, alla jo e mirë është. Nuk është se ke nevojë për 2 marshe më shumë me thonë drejtën, edhe me 7 raporte, fiks është. 7G nuk është majt na herë për kamjo super të shpejt, po kur ka tork makinat, të puna kësaj, se ka tork, tash do ja frut 600 Nm/m, nuk është se ka problem. Zakonisht kabrët, se janë copë shumica dhe do një gjosh më shumë, do vush pak këtë pjesë, është tip kompromisi që do e bosh, do një gjosh pak më shumë zhurmë, shpejtësi pak më të larta në autostradë. Te kjo është metalike dhe kur e myll duket si kupe. Jo vetëm nga jashtë, po edhe ndjesia nga mrena është me qenë kupe. Madje ke edhe lart e ke xham panoramike dhe ka qenë opsion, nuk kanë pas gjitha. Te struktura normal, forcia e strukturës nuk do të njëjtë si me qenë kupe, se po ta çash ta heqësh pjesën lart, nuk e ka atë forci. Po nuk është se një gjo shumë, tash makina së rregull duhet twistet pak më shumë, nuk e ka atë forcin, po këtu se dallo shumë. Nuk është se po të shkosh në pistë e dallo, po këtu në të shpejtësitë normale nuk dallo gjë. Edhe amortizimin nuk e ka keq. Këto rrugë që po ecim tash, që s'janë perfekte, kanë shumë luhatje, po nuk është se dallon ai. Naj problem, nuk është se është e rehatshme. Tash normalisht dhe jetë pak më sportive se i E-klas, se është SL, po shumë e mbledhme është, shumë e mirë. Tash i gjohë që mund ta kishim po pak më ndryshe, ose të ishin mundu pak më shumë, se kjo është makinë jo e lirë, kjo është maja e bencave, të më thonë, SL-ja, të rënditja e modelet Benzit, shumë e mira. Më thonë, SL-ja, kjo është 400-ja, po ka pas dhe 65 që ka kushtu $250.000. Më thonë, ka qenë modelet më të shtrenjta që shetë Benzi. Edhe i gjo tjetër e mire këtyne është që pronarët e partë këtyne ka qenë i audiencë që janë mosh pak më e vjetër. Me lek, po më e vjetër. Edhe kjo e boj që të mos jenë të abuzume. Që se e kraso për shemulli SL 400 që me i C400 që i ka e ka mora i tjetëri i ka bo lëllëj budalli që se e blej mosh më eri të gjyru goma të bo, këtyne jo. Edhe 63 e këtyne nuk abuzohen. C63 për shembull, kush e ka blej vetëm ka nejtë të i gjyru gomat. Këtyne jo, se e ka blej dikush në mosh pak më të thyme në Florida, që shko ke shtëpia pushimit aty ai, deli xhira aty hap kabrën, aq që ka, nuk janë makinat abuzume këto, e kanë këtë benefit, këtë mirë. Kjo e ka i stage që dhe jetë afru 400 kueve kjo, po që tash i duket që përgjigjet më mirë gazit. Po që është shumë e mirë. Për 400 që i herë, kjo është afru 500 që së performans tani mas ti stage-it. Shumë kënaqesh me këtë lloj makine, prandaj duhet me ble, me pas tendencë, me pas më shumë si makinë në garazh, po një ta kesh pak më sportive, më të lezetshme si puna kësaj. Edhe një ta kesh shumë nafte, po jo të morësh naftën për sportive. Nuk të si tresh naftë si ka këtë lloj performance, as gjurmën, as përgjigjen. E ke për qefesh jo. Knaqe, që kjo ta jebi busqeshje. Po gja motori mirë. Ta kanë bo stage-in e mirë. Ka fuqi, ka goxha fuqi. Te pjesa interiorit që mund të kishin bo pak më ndryshe është kjo kontrolli i klimës që e kanë bo fiksi 204, mund të kishin bo i gjo pak më ndryshe, më të veçantë këtu. Edhe këtë pjesën e audios, po i ka pas standard Benzi në atë periudhë si ka ndru fort. I ka lisë që në 2007 me këtë lloj dizajni.
se bën gjëro. Kur do me ecë qetë, i fut se dilet me masazh, me ngroje aftoje si dush, këtëherë skarfin mrapa, edhe e shion qetë, e len komfort, s'ke asnjë probleme, asnjë gjoje, ecën qetë fare, deli fundjavë, deli shefi veni gjohë. Kur ke rrugë të mirë me kthesa ose do me ecë pak shpejt në autostradë, ta ka karakterin tjetër kjo direkt, qo sport, edhe amëgjizimi, kam në sport, i jep gaz, një gjohë zhurmën, e shion edhe në atë lloj forme, në të dyja. Ndje pak erën, zhurmën, të nesë këna vu as muzikë, do të vesh muzikë, të jatë vetëve pak muzikë, s'dallo shumë këtë zhurmën e erës, po prapë, më shumë se me i kupe normale, dalloj qik. Ta shi të bëjmë edhe myllën edhe konkluzionet e SLS 400, R231. Me thonë drejtën më ka bit për mirë, se ky motor nuk e prisha të kishte kaq performancë, po në fakt kjo është makinë më e vogël, jo se është shumë e lehtë, po ishte goxha e shpejtë. Me stage-in i ai stage do e ketë sjell fort ndrit, se e ka atë performancën shumë të mirë, edhe për motor me turbo që është kjo, përgjigjja është shumë e mirë. Tork ka mja 7G, s'është më e shpejta në botë, normal, nuk është DCT, po shumë e mirë, i përshtatet kësaj. Edhe në momentin që ti do me hec me shiu rrugën qetë, ose edhe i në trafik, i vese dilet me masazh, i nez atë air scarfin, hecën qetë, e shion, e ke komfort, nuk dallo shumë as gropa, as parregullsi të rrugës. Momenti pasaj që do me ecë pak më shpejt, direkt i fut sport, edhe përgjigjet, është shumë e manovrueshme, shumë e mirë, pak makina ka bërë kenani, edhe shumë keq, inshallah filloj ndrysho kjo lloj kulture, që të morim më shumë kabrë, se shio, kabrën edhe avash me hecë, se shio më shumë kërë ke top. Më nes patë mundësi, se po bindet pak shi më herët, me hap me lon kabrën hap. Po edhe kështu si që është, e ke si kupe, e ke tamam kënaq është pëlqe. Edhe i F-Type ishte shumë i mirë, shumë i shpejt edhe ai, goxha i shpejt me 3000 supercharged, po edhe kjo shumë e mirë. Aty ishin si shpejtësi, kjo me që ka stage-in edhe është me turbo, ishte ndoshta pak më e shpejt, pa kishte të mirë në vetë, zhurmën e kishte më të bukur Jaguari supercharged, se di si ju duk ju, po këto e mira këty është edhe që të janë përdor nga moshë vjetër, s'janë abuzu asnjëherë, s'kan hec fort, si kanë torturu si makina, edhe e merr gjendje mirë. Po kjo ndryshe nga F-Type ka tavan metalik, me tavan metalik kjo s'ka konkurrent fare, edhe është shumë e mirë. Shpresoj të ketë pëlqyer dhe ju. Më thoni edhe ju cilin kabrë të mirë, cila është kabrë ju e preferume. Nëse s'keni bërë subscribe, bëni edhe shihni videon e radhës. Mirupafshim gjithë mirë.